Përshëndetje, unë jam në një lidhje të drejtë për drejtë me zonjën Manjola, e cila ka një problem me pronën. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, quhem Manjola Çotja, jam banuese në Shkodër, lagjën Vojekushi, rruga Lek Dugagjini, mbrapa teatrit Migjeni Shkodër. Dy firma ndërtimi na kanë shkatruar pronën që 4 vite, shteti është jo ekzistent, s'funksionon hiç. Lajmërojmë policinë, policia nuk na gjendet. Prokuroria mbyll denoncimet, shtëpia është bërë pa banueshme midis qytetit Shkodrës, hapin gropa sipas shefit mbrapa teatrit Migjeni. Cilat firma ndërtimi janë? Firma ndërtuese Muja Konstruksion dhe GM 2018. Neve na heq edhe uji i pishëm dhe posetat ujëra të zeza. Shtëpia është rrezik shembjet. Si ban përshtypje IMT-s Shkodër, IKMT-s, si i lejon me punu 74 centim afër shtëpisë së tjetrit. 1 metër e sa. Jam që 4 vite mamën time ma kanë rrëzuar, kam denoncuar në policinë e shtetit edhe para 2 ditëve, edhe para 2-3 viteve, 1 vit e gjysmë në policinë e shtetit, mas 4 ditëve më kanë rrëzuar mamën. Ashtë të qëllimshëm nuk di, edhe pa pikën e marrës vjen policia e thot mams, mama në gjendje të rëndë, i thot mams, a dhe me bë denoncim, kështu që ai e din detyrën ç'a duhet me bë. Mama jeme ka thy me kolon këtë legenin edhe shpatëve. E kuptoj. Aktualisht, ju banoni në shtëpinë tuaj? Unë jam në shtëpinë time. E kuptoj. Dhe ju jeni gjatë gjithë kohës të ekspozuar nga kërcënimet dhe nga konfliktet? Jo kërcënime, po mu kanë tentu 2 herë me mëzon me makinë, kam bërë denoncim se pusin vagabonda kështu për me shti frikën për me friksu për me shit shtëpinë. Kjo është. Edhe prokuroria si ton kush s'm ka thirrur kush. Po ju janë të është ofruar ndonjë shumë për ta blerë pronën tënde? Si ka filluar kjo histori? Pa të ndasht me na thonin a keni dëshirë me liru këtë shtëpinë e vjetër, se unë kam 2 shtëpia me motra e me nanin. Kjo është pronë e trashëguar. Thonin apo na lën këtë shtëpinë e vjetër ta bëjmë na firmat ndërtuese ta ndërtojmë, ne i thamë kur merret gjithë shtëpia, me gjithë tokë me shtëpi. Ja na dona veç këtë pjesën. I tham po na zën dritën. Se ne s'ta hina as drita këtu. Në 8-9 na duhet me ndaj dritat. Janë mundu edhe mas kanal dhe ka rruga, të rrugica. Kjo është. Ke frikë të shkosh në shtëpinë tënde? Me shku në shtëpi tënde mi marr leje njerëzve nëpër lokale se vejnë makinat. Kuptoni fije se çfarë bëtu. E qartë. Mirë, Manjola, nga kjo intervistë që po bëni publike, çfarë kërkoni? Unë kërkoj zbatimin e ligjit, vend përpara ligjit, kush më ka shkatërruar pronën. Njekem procedim penalisht, vetë përpara ligjit, kush ka shkel lejen e ligjit në kundërshtim me ligjin. Nuk lejohet me 74 centim këto me bë afër shtëpisë të tjetrit, me hin themelet të tjetrit, ka hin themele krejt. Unë shtëpinë e kam krejt çamën. Pa banush, me rrezik me zon njerëzit kush vinë aty kryesor. Punojësit e bashkisë punojnë për firmat e ndërtimit. Ta dojnë me marrë ka 2 rroga me zemër. Unë du zbatimin e ligjit, unë du me kene lirë në qytetin tim, janë qytetin tim, për në tanë Shqipnin me shku, me funksionu ligjit. Për këtë do të qoftë, kush do të qoftë? Shumë e qartë, e kuptoj shumë mirë që jeni revoltuar, 4 vite jetosh me frikë. Edhe kërkoj ujnë e pishëm e pusetat me vu, ku i kam pas? Unë ku kam marrë leje, kryetari i bashkisë, edhe njerëzit e tjerë, kena vu firma në polici gjithkund, a shkelin rregullat. Kur ja kanë dhënë lejen këtyne firmave ndërtuese, ai ka dalë kush se ka edhe një shtëpi aty me leje. Apartamentet janë 8 katëshe, apo janë 7 katëshe. Pra ju nuk keni as ujë të pishëm tani? Unë kam bërë shpejt se mi ka pru motra për Amerikët. Paret, se s'kishim ujë ku më la. Më falë, edhe një diçka tjetër. Unë kam një kontratë notariale me firmën Muja Konstruksion. Para 3 viteve gjys. Ku thot që unë do t'ja rregulloj shtëpinë Nazeri Çotjes me vajza. Kur jam paraqit në prokurori shkruan aty, ky se ka shkatërru pronën. Ky ka kontratë notariale e prokurori shkruan, ky se ka shkatërru. Ai heton kush këto vë njerëzish. E kuptoj.
Ju doni që t'ju Për çdo gjë? rikuperohen dëmet që ju han bërë në pranë. Shtëpia është e pabanueshme, shtëpia është krejt mushem. E kuptoj. Këta dojnë me myll, me pagu dhe avokatnit që me dhanë një tarif shumë të vogël. Edhe më tallë, me ta savatu këtë këshu, me ba lojnë atë u qesh, se janë mësu, më tallë me njerëzit si kanë pas qef, se kanë përkraje nga policia, prokuria, policia punon për firma ndërtuese.